Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Kërkoj ndjes që nuk arrita dot të t'ju bëj leximin javën e kaluar, por që do filloj që nesër mesazhe çdo ditë pothuajse dhe leximi i javës do jetë çdo të diel. Dhe të shohim të dashur shigjetar se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim nga letrat sot. Rrota e fatit, këgja bukur, 8 të pasqyrës, strength të thot guximi, mbreti i pasqyrës, 2 të spiralës dhe ndërtnesha e spiralës. Kemi këgja shkopi, që do thot zjarr, siç është shenja juaj, dhe ja ku kemi këtë zjarrin këtu, shenja zjarrit të dashur shigjetar, ndryshime drastike në jetën e juaj. Ndryshime që i keni pritur, absolutisht mund të jetë në dashuri apo për çfarë do që jeni duke dëshiruar. Punë, familje, shtëpi, biznes e kështu me radhë. Mund të jetë ndryshim në zhvillimin personal të juaj, mund të jetë profesional apo dhe emocional. Të dashurit e mi, rrota e fatit është vetë fjala tregon rrotë e fatit, por që duhet të dimë ta shfrytëzojmë. Shpeshherë themi, se sa pa fat jam unë, nuk ka shumë. Jo, duhet të jemi sy hapur dhe t'i kapim gjërat kur kemi mundësinë. Absolutisht ato vinë ko pas kohë gjithmonë, nuk ngelemi kurrë deri në vdekje pa to, vinë mundësi të fati, alternativa të ndryshme, por që kësaj radhe duhet të jemi vërtet sy hapur dhe ti kapim ato që në fillim. Do thot, do ndryshojnë gjërat këgja nga ajo në 180 gradë, si rrota që sillet 180 gradë nga ajo çfarë jeni duke përjetuar apo çfarë keni përjetuar. 8 të pasqyrës duke lënë një rrugtim të gjatë, dhe kjo ka bërë të reflektoni shumë, të piqeni shumë, të maturoheni në shumë gjëra të dashur. Çfarëdo që jeni duke shikoni, kam në këtë anën e majt kam këtë rrugtimin e juaj dhe këtu dyshimet e juaja. Cila çerdhe do jetë më e mirë? Cila mënyrë do jetë më e mirë? Tani, në atë çfarë dua t'ju them, kjo nuk është rrota e fatit, nuk vjen aty të thotë urdhëro fatin ti dhe tani të jeni të kënaqur. Jo, janë mundësi që në ofrohen për ta marrë edhe për ta bërë fat edhe mirësi për veten tonë. Do thotë, më dyshjet tona, cila zgjedhje do jetë? Kjo është ajo që duhet ta kapni pra. Cila do jetë më e mira? Sa herë që i kemi dy alternativa, mundoheni që kjo rrugë, mundoheni që këtë rrugë ta shikoni jo vetëm këtë fillimin, por ku do ju shpije ajo? Çfarë do jenë rezultatet? Ne nuk mund ta dimë, por prapërsisht mund ta ndjejmë, ta imagjinojmë çfarë do jetë aty. Dhe kjo tjetra, do të thotë nga këto dy, ku do më shpije? Është ky rezultati kësaj rruge? Është ajo që dua apo kjo tjetra? Cila është më e mira për mua? Do thotë gjithmonë të mundohemi të shikojmë jo vetëm këtu ku do nisemi, po ku do arrim në atë të fundit. Kjo është ajo që kërkohet tek ty. Është energjia e bukur që do ju ndihmoj për të arritur aty ku dëshironi, do ju ndihmoj vërtet për ta patur më lehtë, por ajo nuk do punoj për ju. Nuk do të keq kuptohemi këtu, se shpeshherë mendojnë që tarot kur thot kështu është, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Tarot është vetëm mjet ndihmës për t'ju dhënë dhe për t'ju treguar si mund të vete udhtimi, çfarë duhet të bërë, gjithsekush punon me kokën e tij, apo jo, dhe mua më duhet diçka tjetër, juve duhet diçka tjetër, dhe sipas vetes tonë ashtu do punojmë, dhe gjithmonë duhet të parë rezultatin parë se ta arrijmë aty. Dhe kjo është ajo që do na bëj të kemi vërtet sukses. Rrugtimi juaj ka qenë i gjatë, absolutisht ka qenë i gjatë, por me plot reflektime dhe një motori të madhe. Dhe ja ku është guximi dhe triumfi. Këtu është triumf. Çfarëdo që do zgjidhni, do thotë për situatën e juaj, do jetë triumfues, do jetë triumf. Tani them fitore për ju. Fitore do të
si ta them tani, është triumf mbi situatë të vështirë, do ta keni të kapërcyer, ta them atë gjë, dhe do jetë rrugtimi juaj dhe më i lehtë, por dhe afër asaj, apo prafrim me atë çfarë jeni duke dëshiruar. Ktu është mbreti i pasqyrës. Është e hapur, është e qartë, është i sinqertë. Besojeni asaj intuit të juaj, cila është më mirë. Tani, tamam, thjesht një shembull. Janë 2 oferta pune, janë 2 gjëra që duhet të zgjedhë rrugtim, janë 2 persona që duhet të zgjedh për të, s'po them për ta kaluar kohën, por që jetën, por që 2 persona që mund të filloj ta njoh më tepër për të qenë ofertë, apo për të qenë si bie mama se s'po më kujton, për të qenë person që mund të kaloj jetën, cili do jetë nga ata. Do thotë, intuita këtu, ky person këtu ka një intuit jashtëmase të theksuar, dhe kjo tregon të theksuar dhe të qelluar, absolutisht. Dhe kjo tregon tek ju, të dashur shigjetar, të sinqertë të jeni me veten e juaj. Shpeshherë ai zëri brenda nesh na flet, ne nuk e dëgjojmë, e varrim aty, hajtë se ndoshta kot jam duke ja futur unë, nuk është ashtu, mendoj kështu. Jo, ti besoni, dhe ajo do jetë ajo konfirmimi i rrugtimit tuaj më të mirë. Çfarëdo që të jetë, është një energji kogja e bukur, dhe mbretëresha e spirales, që do thotë mbretëresha e shkopive, që prapë është zjarr, prapë është të asaj të shenjës së juaj, është ambicioze, është vullnet mirë, është e fortë, është ju i keni të gjitha veglat, ta them ashtu, për ta ndërtuar atë gjë që dëshironi. Por nuk mund të përdorim çekanin për ta lëmuar këtë tavolinë. Duhet të zgjedhim veglat e duhura, të dashur. Energjia e bukur është aty. Grabiteni, apo hapini sytë mirë që t'i merrni veglat e duhura në kohën e duhur.